Big Brother është lojë, por nuk është justifikim për gjithçka. Është reality show, por jo terren ku fjala humb përgjegjësinë. Ka një vit të hollë mes ironisë dhe poshtërimit, mes batutës dhe përdorimit të gjuhës që ul tjetrin si njeri. Dhe pikërisht kjo vi u shkel rënd në momentin kur Labinoti i tha Albës se ajo është goma rezervë e limitit, që thirret vetëm kur ati i ngrefet. Kjo fjali nuk është thjesht provokim. Nuk është as strategji loje. Është një deklaratë që e redukton një grua në objekt përdorimi, që është vesh nga personaliteti, zgjedhja dhe vlera e saj si individ. Në një lojë ku çdo fjalë dëgjohet nga mijëra njerëz. Kjo lloj gjuhë nuk kalon pa pasoja. Goma rezervë, metaforë që flet më shumë për folsin. Kur e quan dik goma rezervë, ti nuk po përshkruan tjetrin, po zbulon veten. Sepse një njeri që e shet tjetrin si mjet, si opsion dytësor, si diçka që përdoret vetëm kur i leverdis dikujt tjetër, ka një problem serioz me mënyrën se si i sheh marrëdhëniet njerëzore. Alba, pavarësisht pëlqimeve ose antipative që publiku mund të ketë për të, është një banore më vete, me zë, me zgjedhje dhe me dinitet. Ta lidhësh ekzistencën e saj në shtëpi vetëm me dëshirat fizike të një burri tjetër është jo vetëm e padrejtë, por edhe thellësisht ofenduese. Kjo lloj gjuhë nuk e godet vetëm Albën. Godet mënyrën se si publiku i ri e sheh marrëdhënien burr-grua. Normalizon idenë se një grua është aty kur i duhet dikujt, jo kur ajo zgjedh. Labinoti dhe loja e shokut të fortë. Në Big Brother shpesh shohim figura që përpiqen të fitojnë terren përmes shokimin. Labinoti, me këtë deklaratë, duket se ka zgjedhur rrugën e fjalës së rëndë për të tërhequr vëmendje. Por vëmendja e fituar përmes poshtërimit të tjetrit është gjithmonë e përkohshme dhe zakonisht kthehet kundër vetë atij që e përdor. Ironia, sarkazma dhe batuta janë pjesë e lojës. Por kur humbin elegancën dhe shkelin dinjitetin, ato nuk janë më armë loje, janë shenja dobësie. Një lojtar i fortë nuk ka nevojë ta ul tjetrin në këtë mënyrë për të ndjerë më i madh. Alba mes heshtjes dhe forcës, ajo që e bën situatën edhe më të rëndë është fakti se shpesh, pas deklaratave të tilla, viktima mbetet e detyruar të zgjedh mes dy rrugëve, të reagojë fort dhe të akuzohet për dramatizim, ose të heshtë dhe të gëlltisë fyrjen. Të dyja janë të padrejta. Forca e Albës nuk qëndron te mënyra se si ajo u përgjigjet fjalëve të tilla, por te fakti që ajo vazhdon të ekzistojë në lojë si individ, jo si etiketë. Asnjë fjali, sado e rëndë, nuk e përcakton vlerën e një njeriu, por tregon shumë për nivelin e atij që e shqipton. Publiku nuk është i verbër. Shpesh banorët harrojnë se Big Brother nuk është bisedë private. Është skemë publike. Çdo fjalë analizohet, diskutohet, gjykohet. Dhe publiku, sado i ndarë të jetë në preferenca, ka një sens të fortë për padrejtësinë. Deklarata si ajo e Labinotit nuk harrohen lehtë. Ato krijojnë një shenjë, një imazh që nuk fshihet as me batuta, as me justifikime. Sepse publiku mund të falë gabime loje, por e ka shumë më të vështirë të falë mungesën e respektit njerëzor. Big Brother si pasqyrë shoqërore. Në fund të ditës, Big Brother nuk tregon vetëm kush është lojtari më i fortë, por edhe çfarë gjuhë tolerojmë si shoqëri. Kur normalizohet ideja që një grua mund të quhet goma rezervë, atëherë problemi nuk është vetëm një banor, është një mentalitet që duhet sfiduar. Loja mbaron. Çmimi fitohet ose humbet. Por fjalët mbeten. Dhe disa fjalë peshojnë më shumë se çdo nominim. Përfundim, deklarata e Labinotit ndaj Albës nuk ishte lojë, nuk ishte humor dhe nuk ishte strategji. Ishte një moment ku loja humbi njerëzillëkun. Dhe në Big Brother, ashtu si në jetë, mund të humbasësh lojën, por nuk duhet të humbasësh kurrë respektin për tjetrin, sepse pa respekt, çdo fitore është bosh. Në çdo edicion të Big Brotherit ka gjithmonë një personazh që nuk ndërton identitetin e vet përmes asaj që është, por përmes asaj që kundërshton. Në këtë rast, për mua, Benita po bie pikërisht në këtë kurth. Mënyra se si ajo flet vazhdimisht për Elionën nuk duket si analizë loje, por si fiksim personal që e ka kaluar kufirin e normales strategjike. Nga jashtë, perceptimi është i qartë. Benita e ndjek Elionën kudo, jo fizikisht, por në narrativ. Çfarëdo që bën Eliona, Benita ka diçka për të thënë. Çfarëdo që ndodh në shtëpi, ajo gjen një mënyrë për ta lidhur me Elionën. Dhe kjo është ajo që në gjuhën popullore quhet gjibjes, jo si fyrje, por si përshkrimi një sjelljeje që nuk të lë të ecësh përpara, sepse je gjithmonë duke parë mbrapa dikë tjetër. Problemi më i madh këtu nuk është Eliona. Problemi është se Benita, duke u fokusuar kaq shumë tek ajo, po e humb veten si lojtare. Në vend që të ndërtoj histori, qëndrim, mendim të pavarur, ajo po kthehet në hije të dikujt tjetër.
Dhe në Big Brother, hijet nuk mbahen mend ata që krijojnë dritë ose errësirë vetë, Klodi dhe fiksimi i padukshëm. Edhe më i dukshëm bëhet ky model sjelljeje kur vjen puna te Klodi. Pa thënë drejt për drejt fjalë të mëdha, pa deklarata të hapura, Benita jep sinjale të qarta se Klodi nuk është thjesht një bashkëbanor për të. Është dikush që e shqetëson, e tërheq, e nervozon dhe e mban vazhdimisht në vëmendje. Dhe kur një person të rri kaq shumë në mendje, zakonisht nuk është rastësi, nga jashtë, duket qartë se ajo është e fiksuar pas Klodit. Jo domosdoshmërisht në kuptimin romantik të pastër, por në një përzierje emocionesh, pëlqim, inat, nevojë për vëmendje dhe xhelozi e pashprehur. Kjo është arsyeja pse ajo reagon fort ndaj çdo veprimi të tij, pse e përfshin emrin e tij në biseda edhe kur nuk ka nevojë, dhe pse përpiqet ta ulë figurën e tij përmes fjalëve, por e vërteta është kjo. Kur përpiqesh shumë të bindësh të tjerët që nuk të intereson dikush, zakonisht je duke gënjur veten. Benita nuk po sillet si dikush indiferent ndaj Klodit. Përkundrazi, ajo po sillet si dikush që po mbaron për të, emocionalisht e lodhur, e paqet dhe e paqartë me ndjenjat e veta, nga strategji në shpifje të butë. Ajo që e bën këtë situatë edhe më problematike është fakti që fjalët e Benitës shpesh kalojnë nga opinion në insinuat. Dhe insinuata, edhe kur vishet si mendim personal, mbetet një formë e shpifjes së butë. Nuk është loja e fortë që e bën dikë të duket i zgjuar, është loja e pastër. Në vend që të përballet hapur me Klodin, me Elionën apo me çdo që e shqetëson, Benita zgjedh rrugën e të folurit pas shpine. Të komenteve të përsëritura, të nënkuptimeve. Dhe kjo, për publikun, është e dukshme. Publiku sheh kur dikush është i sinqert dhe kur dikush po sillet nga frustrimi personal. Big Brother nuk fal fiksimet. Historia e Big Brotherit e ka treguar shpesh. Banorët që fiksohen pas një personi tjetër zakonisht bien. Sepse loja e tyre fillon të sillet rreth dikujt tjetër dhe jo rreth vetes. Ata nuk kontrollojnë më narrativën, reagojnë ndaj saj. Dhe reagimi i vazhdueshëm është shenjë dobësie, jo force. Benita, nëse do të kishte zgjedhur të ndërtonte lojën e saj pa Elionën dhe pa Klodin si qendra gravitacionale, do të kishte pasur shumë më tepër shanse. Por tani, ajo po perceptohet si dikush që ndjek, jo udhëheq, që flet shumë për të tjerët, por pak për veten. Përfundim, në këtë pikë të lojës, Benita nuk duket si një lojtare e pavarur, por si një reflektim i frustrimeve të veta. Eliona ecën përpara, Klodi vazhdon lojën e tij, ndërsa Benita mbetet pas, duke u kthyer gjithmonë te të njëjtat emra, të njëjtat tema, të njëjtat fjalë, dhe në Big Brother, përsëritja nuk është qëndrueshmëri, është konsumim. Big Brother nuk është vetëm shtëpi, është pasqyrë karakteresh. Big Brother, përtej zhurmës, debateve dhe dramave të përditshme, është një eksperiment i hapur social. Nuk është thjesht një garë për çmimin final, por një hapësirë ku personalitetet zhveshen, ku maskat bien dhe ku secili detyrohet, herët avon, të tregojë se kush është në të vërtetë. Në këtë kontekst, çdo nominim, çdo debat dhe çdo aleancë merr një kuptim më të thellë se sa duket në sipërfaqe. Nëse flasim për nominimin e Klodit dhe arsyet pse dikush do ta donte jashtë shtëpisë, duhet ta shohim situatën jo bardhë dhe zi, por në gjithë kompleksitetin e saj. Loja e Big Brotherit nuk është matematik. Është psikologji, durim, strategji dhe shumë herë edhe hipokrizi e kontrolluar. Motrat, emocion apo viktimizimi i zgjatur, një nga temat më të diskutuara janë motrat. Në fillim, prania e tyre u pa si diçka e veçantë, lidhje familjare, mbështetje emocionale, ndjeshmëri. Por me kalimin e javëve, ajo që duhej të ishte forcë, për shumë kënd u kthye në dobësi. Lotët e shpesh, ndjeshmëria e tepruar dhe mungesa e një roli të qartë në lojë i kanë bërë shumë shikues të pyesin veten, a janë aty për të luajtur apo vetëm për të prekur emocionet e publikut? Në Big Brother, emocioni është i nevojshëm, por kur bëhet i vetmi element që sjell një banor, atëherë kthehet në monotoni. Publiku lodhet nga viktimizimi i vazhdueshëm. Lotët, kur nuk shoqërohen me veprim, qëndrim apo evolucion personal, humbasin forcën e tyre. Prandaj nuk është e çuditshme që shumë njerëz do t'i nominonin motrat, jo nga mungesa e empatisë, por nga ndjesia se ato nuk po kontribuojnë realisht në lojë apo shpifje. Kufiri i holl, nga ana tjetër, kemi banor që luajnë. Ata flasin, përfshihen, ndërtojnë narrativa, bëjnë strategji. Ndonjëherë qëllojnë në muhabet, ndonjëherë jo. Por problemi lind kur loja kalon në shpifje. Shpifja është arma më e rrezikshme në Big Brother, sepse mund të jap efekt afatshkurtër.
por zakonisht dëmton rënd imazhin e atij që e përdor. Publiku shqiptar, pavarësisht se shpesh akuzohet për sentimentalizëm, ka një radar të fortë për padrejtësinë. Mund të toleroj lojën, intrigën dhe madje edhe manipulimin e lehtë, por shpifjen e qëllimshme e ndëshkon. Banorët që ndërtojnë narrativën e tyre mbi fjalë të pavërteta ose të fryera artificialisht, zakonisht bien vetë në grackën që krijojnë. Plodi, mes lojës dhe perceptimit, këtu hyn Plodi. Një figurë që nuk është as e qetë, as shpërthyese, por që lëviz në një zonë gri. Plodi nuk është banori më emocional, as më dramatik. Ai nuk qan shpesh, nuk bërtet kot, por as nuk është plotësisht transparent. Loja e tij është më e heshtur, më e matur, gjë që për disa shihet si zgjuarsi, për të tjerë si mungesë sinqeriteti. Arsyeja pse dikush do ta nominojë Klodin për të dalë nuk është domosdoshmërisht se ai është më i keqi, por sepse ai përfaqëson një stil loje që nuk krijon lidhje të fortë emocionale me publikun. Në Big Brother nuk mjafton të jesh korrekt, duhet të jesh edhe i ndjer, i lexueshëm, i kapshëm për shikuesin. Pse nominimi është gjithmonë subjektiv, nominimi në Big Brother nuk është drejtësi absolute. Është perceptim. Dikush nominohet sepse nuk pëlqejet, dikush sepse është i fortë, dikush sepse është i dobët. Nuk ka rregull fiks. Në rastin e Klodit, dikush mund ta nominojë sepse nuk e ndjen si pjesë të lojës së vet, dikush sepse e sheh si kërcënim, e dikush thjesht sepse nuk i pëlqen energjia që sjell. Po ashtu, motrat mund të nominohen jo sepse janë njerëz të këqij, por sepse loja e tyre nuk po evoluon. Në një reality show, stagnimi është më i rrezikshëm se gabimi. Publiku, gjyqtari i fundit, në fund të ditës, gjithçka kthehet te publiku. Publiku sheh më shumë se sa mendojnë banorët. Sheh detaje, sjellje të vogla, kontradikta. Sheh kur dikush po luan rol dhe kur dikush është vetvetja. Dhe pikërisht publiku vendos se kush meriton të vazhdojë. Balanca është çelësi. Shumë emocione lodhje, shumë lojë mosbesim, shumë shpifje penalizim. Ai që gjen mesataren, zakonisht shkon larg. Përfundim, nëse ti thua që do të nominoje motrat sepse vetëm qajnë dhe të tjerët sepse shpifin, kjo tregon që ti kërkon lojë të vërtet, jo teatr. Dhe kjo është ndoshta mënyra më e shëndetshme për ta parë Big Brotherin, si një lojë ku fiton ai që di të jetë strateg, por pa humbur njerëzillëkun. Në fund, Big Brother nuk tregon vetëm kush fiton çmimin, por kush humbet veten gjatë rrugës.